150 maturantë të gjimnazit ose Kuka në Shkodër i dhanë lamtumirën bankave të kësaj shkolle në një ceremoni emocionuese për nxënësit, prindrit, por edhe stafin pedagogjik. Falenderimet e tyre shkuan në radhë të parë për mësuesit. Falenderoj bashkëfushatar, sot jam përhyrë si përfaqësuese maturante për përmbylljen e maturës, jo vetëm 3 viteve, por edhe një trampolin për një rrugtim të ri, që do t'jetë në sfida dhe për kushtim vëna jonë. Si nxënëse dhe maturante ekselente, unë nuk e shoh këtë vlerësim vetëm si personal, por du me asociu edhe me prindërimin në raport me mësuesit edhe bashkëmeshatar. Drejtoria e këtij gjimnazi Teuta Çoku, teksa uroi maturantët u shpreh se bazuar në rezultatet e provimeve të para, kjo matur ka brenda saj edhe pretendime për medalje ari. Sot gjimnazi ose Kuka vjen në këtë ceremoni diplomimit me 150 maturantë, me një staf të kompletuar, me rezultate të shkëlqyera. Janë 150 maturantë që ne na kanë në rrugë këtë vit shkollor dhe kemi pretendent për medalje arit. Një prej tyre e ka arrit më tashmë medaljen e arit, megjithëse jemi në pritje edhe për 4 të tjerë, në pritje të 2 rezultateve të provimeve të matematikës dhe të lëndëve me zgjedhje. Të them të drejtën, janë këto nxënës që ne na falin energji pozitive, por ne mundohemi të jemi një shembull frymëzimi për ta. Jo vetëm për t'i dhënë dije, por për t'i bërë që nesër të jenë të aftë në jetën e tyre, që nesër të jenë qytetarë të denj, t'i shërbejnë këtij qyteti, t'i shërbejnë këtij vendi. Analiza e maturës nuk ka zhbas, pasi kanë dalë vetëm 2 rezultate, gjuha huj edhe letërsia. Tek gjuha huj janë rezultatet më të larta, jo vetëm për gjimnazin ton, por edhe për shkollat edhe në rang kombëtar, për shkollat e tjera, ndërsa te letërsia është kalueshmëria 100%, edhe te kalueshmëria janë marrë shumë dhëta, pra niveli i lartë është arrit. Konkurrenca është që të bën me ecë përpara, nuk e kena frikë. Ne jena pjesë gjithë bashkë e arsimit të Shkodrës dhe nuk kemi pse ta quajmë në një kuptim konkurrencë të frikshme, por konkurrencë për me na bë me ecë përpara edhe me i dhanë sa më shumë dije dhe me nxjerr elitar nga gjimnazi. Ceremonia u shoqërua me muzikë, momente artistike të përgatitura nga vetë nxënësit, si dhe atmosferë festive, mbushur me duartrokitje, përqafime, emocione. Dita e maturantit nuk është vetëm një ditë feste, por një kujtim që mbetet gjatë në memorien e çdo nxënësi që largohet nga bankat e shkollës me shpresë për një të ardhme më të ndritur.